vendeve të tjera, festat dhe bashkëjetesën fetare, si është të jetosh në mes të Londrës dhe të Kosovës, si duken festat jashtë Kosovës e shumë çka tjetër. Sot kemi kënaqësinë që për herë të parë të takohemi fizikisht me mikun e emisionit ton, Emanuel Bajra. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Gonxhi, faleminderit, është rëndësi të jem këtu. Faleminderit shumë për ftesën. Bisedat shumë përmes lidhjes direkte, por sot të kemi këtu në studio dhe së bashku me vajzën tënde Ideja Bajra. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Faleminderit, mirëmëngjes. E gjithashtu kemi dhe kolegun tim Agon Rexhepi. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Si se gjithmonë. Mirë, sigurisht të flasim dhe për ekonominë, nga që gati kim takimeve me Manuelin që flasim dhe për ekonomi, por le ta nisim pak me fest. Këtë fund vet jeni në Kosovë për fest, po ndodh që her pas herët festoni festat të ndryshme dhe qoftë fetare, por dhe ndrimin e moteve, edhe jashtë Kosovës, në vendi ku ju jetoni. Si janë festat në Londër? Absolut, me të thënë të drejtën, përpara se të përgjigjem, Gonxha ka qenë bukur ma gjepsen më mëngjes kur u zgjum kur i pam borën të ra. Hera parë që shohim diçysh për ne në Angli, se në Angli nuk bjen edhe shumë borë. Ose kur të bjen, zakonisht bjen kohën kur ti më thonë është të afru pranvera ose vera, për shembull shkurti i Marsit, që është Bot fest atje kur vjen bora. Absolut, bot fest. Që ka qenë më të vërtet pa gjepse me ditën e Krishtlindjeve, mera bor ka qenë më të vërtet fata. Po edhe me ndum bashkë, babi tha, po dal ideja në drejtore, babi tha që borë është të radi, që keni farë festimi ekstra, shtes për ne. Po atmosfera gjithsesi, sidomos Krishtlindjet, për shkak se është i ka kalu ato parametrat fetar ose religios Krishtlindjet. Shumë njerëz në Angli dhe në Amerikë në kohën thonë ka hup sensi i Krishtlindjeve që kemi gëzuna në vitet 50, 60 ose 70, se ka qenë ma se themi, ma ritual, ka pas një ritual, je shku në kish, je taku me familje, tash është shumë ma komerciale, është e shtyme në qatë drejtim që ose dush mi ble patika të reje, ose dush mi ble si Bajrami të na për shembull, zakonisht. E kështu që është kombinim, natyrisht është dita ose java zakonisht fillon me datën 20 dhjetor, është java edhe 2 javë të fundit dhjetorit janë javë më të kënaqshme që çdo anglez, e çdo amerikan, e çdo perëndimon nihen diçysh këtë ndryshe. Këtë problemet që i ki gjatë 11 muaj vitit, që ato 2 javë s'kanë qef as më mendu. Po më duket edhe nesër që po i mendojmë shumë problemet, sepse kemi goxhat të kësume, kemi kohë fushate, kemi gjendjen ekonomike shumë të rënduar, pastaj munges me energji elektrike, shumë vendet Kosovës në 12 ora, po edhe ma tepër, por është fund vetë edhe na po provojmë me ju gëzu këti ndrimit të moteve dhe festës Krishtlindjes. Është koha kur njerëzit bashkohen, rreth trezës, me plot ushqim, me pije, me knatësi, me tregu lafe, historinë ndryshme. Ka momente, ka familje që si janë taku ndoshta krejt vitin, e ky është momenti kur takohen. Ka prind që nuk janë taku me fëmijët e tyre me mujt tanë. Ky është momenti, sot është momenti ku takohen, po e lën edhe një farlloj që i themi në anglisht një aftertaste, një shije pas eventit, se atëherë ki vitin e ri, edhe plus fillojnë këtë aktiviteti ekonomik, nëse je punëdhënës, punësus, çfarë do lloj pozicioni që je, fillon tamam këto 2 javë janë koha kur psikologjikisht e kini farloj rahatije, kini farloj ngrotësie që të prek diqysh në zemër. Edhe natyrisht e kombinum ajo me shpirtënoren, me fundin e vitit, me... Për mbylljen e një vite, që për shumë mund t'jetë edhe pse i vështirë, edhe një suksesshëm, gjitha që na ofron një vit i plot. Është shumë interesant, njerëzit harrojnë, diqysh, sidomos Britanitë Madhe, e majnë men gjatë kohës, për shkak se jemi financa, kur kemi pas krizën kreditore, kur patëm pandemin, harrohen. Edhe është një moment, në fakt Gonxha se po është një moment ku në 2021 mretnesha pa dalë, na ishim mbyllur. Edhe ajo dita Krishtlindjes vitit 2021 po më duket, është 22 kanë ndrujet mretresha. Kur ka dalë ajo, kur ka thonë se na ishim më të vërtet, ishim në stres, këtë njerëzit. Dita Krishtlindjes është moment shumë i rëndësishëm se del monarku, mreti ose mbretnesha dhe ma një fjalim shumë shkurt, 15 minuta. Po çka thot monarku në atë moment, është me të vërtet epike se gjithë kush e diskuton që ato për këtë vitin. Edhe me në atë moment kur na ishim mbyllur, nuk ish kur gjo ishe pasigurt, ishtë luft, Ukraina ishtë u ardhë, ishtë pandemi, ishtë në izolum. Edhe një fjallë që ka thonë mbretëresha në atë ku mbretëresha Elizabeth, thëtë, mos harroni se na prap kena mu
kthy edhe mu taku me një tjetrin, që ka qenë me të vërtet shumë mesazhe rëndësishëm, edhe këto mesazhet e liderëve udhëheqësve janë shumë të rëndësishme. Kanë shpesh ndikim edhe në popullin e Kosovës dhe përtej Britanisë Madhe, veçanërisht mesazhet që ka dhënë mbretëresha. Po ndajmë pak tek ideja, emri shumë bukur fillimisht, të veçantë dhe besoj që sikur emri ashtu ke edhe veprimet, ke shumë ideja. Sepse nga ajo që po e shoh e goxha e arritun dhe ke arrit shumë suksese, sidomos në fushën e AI. Më duket e ke pas obligim pak këto mi u përshtatë edhe emrit në implementim. Mirë, tregona ideja pak për ty, çka bën, je 21 vjeçare apo jo ke kompaninë tënde të AI? Po, kam studiu biokimi në fakultetin Skotësi për 4 vjeç, tash rish tas verës kom diplomu, tash jeta shumë faleminderit. Jeta është shumë më ndryshe se sa që është adin më konë studente, edhe kom pa që gjithmonë më ka shku teknologjia, adin influenca e babit, që shumë, më ka pëlqy shumë. Po edhe kom pa që kur kom hi në punë në bioteknologji në Paris, ka qenë 2023, kom pa që AI ka dalë gjithka, edhe kom thonë e qysh muj une, me mësu sa ma shpejt, me kuptu sa ma shumë, pa edhe me ndimu njerës, se kom pas ndjen, me ndimu sa ma shumë njerës që muj, edhe. Tani, 2023 verës, e kom qelë kompaninë Advance AI, edhe punon si konsulens, me ndimu sa ma shumë bizniset të ndryshme, sidomos ata që janë pak ma tradicionale, në fushat për shembull financim, ose art, ose edukim, me shku në përmjet biznise dhe mi trejnu. Edhe mi ka udhëzuar edhe në AI nuk është vetëm ChatGPT, AI ka din kapasi... Mas parë është babi mi e të ku, hajtë më babi t'ulli me... Ka bu prova. Ashtë se unë e shikë nga aspekti financiarë të tregjëve. Po nuk e kuptojsha shumë produktin, kjo e kapi shumë shpejt, se në Paris, ty ka pas do një mundësime. Për nanën tjetër para Parisit, babi ti e konë me NGO këtu me Based in Science që e ki pas kryu si organizatë. Para 5 vjetë e kom kryu Based in Science, mi ndimu ma shumë. Kosovë, mi ndimu ma shumë, adhe moshatar në Kosovë me arrit karierat STEM, shkencë, teknologji, engineering, edhe pa të taku me kryeministrin, pa të influencu një farloj procesit me mendu që qeverit dhe me mendu për STEM, për edukimin, për arsimimin e trive në Kosovë. E që ashtu kompania ka dalë, tash kena 7 në ekip, 7 vajza, krejt në përmjet e vajza. Po, krejt vajza jena. Në përmjet botës, edhe i ndihmojmë kompani të ndryshme, edhe me kuptu ma shumë vesh shka është AI. Sa ka qenë vështirë me kuptu edhe vetë kompanitë, dhe cilat janë kompanitë ta kompani më tradicionale, apo jo? Ato që ka nevoj më prek nga AI. Po, se unë s'kom pas background me qyshto në biznes, apo në matematika, në këto sene, kështë që ka qenë diçka e fështirë me kuptu, po kur në qëtë një sen, e kuptoj komplet. A i bën njerëzima ndëmbel inteligencë artificiale? Nuk besoj që po. Seriosisht, a? Jo. Sepse adin për shambull... Shumë jem dëmën. Po dhe pikresh, adin në vend që në shamë në lezu një liber vetë, shkëm dhe që pytë qatë që bidim për përmbajtjen e një libri. Adin e qatë aspekt me ndojtë që mundet pak mi bu njerëzi pak ma dëmbel, se informata shpejt është shumë ma e letë për me e marë dhe është ma e nevojshme me raste. Apo kësë është të shëndetshme, ndoshta. Nuk është shëndetshme. Që është në gjithë një balansë të... Se balanca është që nuk është që ne jena të bu pak ma dëmbel, po është edukata që nuk lejon me mësu ma shumë rreth AI. Se krejt sistemi është rreth edukatës. Nëse nuk e kupton bashka është AI, of course, you're gonna pick it up, kështu vetë. Keq përdora. Keq përdor, që ashtu. Apo nëse e gjallëzuar pak edhe... Ja bën ashtu edhe libri. Ose nuk e përdor tamam 100% funksionet e AI. Se prompt engineering edhe me mësua din qysh me artikulu vetën në pytja në AI. Unë jam dashur të bëj një pyetje, asi dy shqiptarë të arrin në Londër, jam interesuar me ditë, a ka barriera të integrimit shqiptarëve atje, sepse me gjithë respektin, unë nuk kam qenë kurrë në Londër, po imazhi që kam mujt me përkthy bazë të mediave të aty që kam lexuar online është shqiptarët shihen si popull goxha problematik, goxha mafioz në Angli. Sa është e vërtetë? Me bë dallimin mes shqiptarëve të Kosovës dhe të Shqipërisë. Dirë me bë dallimin apo jo? Fatkeqësisht është e vërtetë që ato që thotë edhe Gonxha dallon është bërë ai dallim, është natërisht është shtyr prej mediave. Fatmirësisht është prej neve, për neve. Për tashti për Kosovë, po se tashti po çet pozitë vështirë se ku thotë
Kosovarët, e atëherë Kosovarë përfshin Kosovarë gjitha komunitetet, përderisa nëse do me bo dallimin tash dhe mo tregu që je shqiptar e Kosovës, atëherë me njerë ndryshon dyqysh, jo me njerë, po ka si themi nervozitet në disa, për shkak se e kemi pas këto rastet e fundit këto 2 vjet me Edi Rama luft me Nigel Farage, është një politikan aty shumë kontrovers kundërthënës në Angli, që është kundër imigracionit, kemi pas valë të madhe të imigracioni, që një pjesë është shty për disa elementeve mafioze, kriminale që i kanë marrë pare njerëzve që i kanë qenë dëshpërushëm për me kalu dhe më thonë ujin me arë në Angli, edhe u keq interpretu dhe u keq trajtu kjo temë dhe shqiptarët ju demonizu. Po, i kemi Dua Lipën, e kemi Rita Ora, natyrisht ideja që ka bënë në prapasken me kompanime ndryshme, kemi edhe mirë atyre shqiptarë që nuk flasin, që nuk dojnë me dalë publikisht, për shembull, me tregu arritit e tëne, po në fakt, na jemi 10 komunitet për ka rang lista në Për shqiptu dhe shqiptarë të Kosovës dhe Shqipërisë, apo vetëm të Kosovës? Shqiptarë përafërsisht 160 diçka mijë. O të 10-it. Po shumica janë nga Shqipëria, për shkak se luftës Kosovës, Kosovarët i kemi pas ma të pamundur me ardhë, kemi ardhë në mënyrë të organizuar me anë programit të refugjatëve, përderisa kemi pas një valë të madhe të shqiptarëve të Shqipërisë që kanë ardhë, edhe historikisht shqiptarët e Shqipërisë në fakt kanë qenë atje shumë ma përpara se sa komuniteti shqiptar e Kosovës. Po jemi një komunitet që nuk është i parëndësishëm, është të konsolidu, vjetit jemi në rang listë të marë parasysh që i kemi mbi 6 milion indian për shembull, atëherë kemi gati 4 milion pakistaneze, na jemi 10 për një vend i cili po arrin majet gati një në vend më të mbi popullume në Evropë me 70 milion njerëz. Ka njerëz, ka sektor të ndryshëm, sektori teknologji, sektori financë, sektori prodhimit, ndërmars, cilët janë të integruar për shkak se... Pra nuk e kam problem integrimin Jo, nuk e besoj me të thënë drejtën Gonxhe, jo për shkak se... Veçanërisht gjeneratat e reja, kemi këtu idean si shembull që është shqiptare, po sigurisht e lindur dhe e rritur në Londër, besoj, mirë po prap nuk e penalizon dhe fakti që është shqiptare, që ka lindur në familje shqiptare. Që dejan mundë me nga tregu, a ndjen ti vetën diskriminuar me babi për shembull ose? Jo. Nuk e ndjen, në shoqëri kur tregon që je nga... Se të gjitha në Skotësi sidomos kanë qenë internacionale. Po, që krejt ndërkombëtare. Sigurisht se është aty vend ku i mbledh të gjithë. Edhe Londra ta dikton një farë lloj stili të jetës për shkak se o metropol. 12 milion njerëz jetojnë gjatë ditës, 9 milion gjatë natës për shembull. Ashtu has edhe Londra vet në probleme edhe për shkak të komuniteteve të ndryshme që jetojnë atje, për shkak të qytetarëve të vendeve të ndryshme, a ka humb identiteti në Londër? Çka ka ndodhur tashti, në fakt shumica e popullatës londineze janë londinez, por nuk janë të lindur në Angli. Janë me origjinë të huaj. Po pikërisht për këtë. Ti më shumë ndin veten, më komode ndin veten ose më në shtëpi ndin veten në Londër, se sa me dalë jashtë Londrës me shku në vende ku janë më homogjene, po. Po në vendet ku janë ma homogene në varet për të ardhurave. Ka vende, për shembull, homogene s'po du mi përmend qytete, për shkak se kemi edhe shqiptarë që jetojnë këto qytete, po të ardhurat janë shumë më të vogla, diskriminimi është më i madh nëse je i huaj, për shembull, ose emri yt është ndryshon prej emrave. Bazon shumë në emra, pse? Absolutisht, është shumë interesant se për shembull Emanuel, emri Emanuel mua më ka ndihmuar shumë me pas çështje, domethënë, si më thoni ku pas për shkak se a di çush është ndjeni ndjesie të afërsisë me atë person që e ka një emën që është sa do pas... Shumë funksionon kjo. Shumë është domethënës, për shembull, mënyrën se çush e prononcojnë emrin e Idejes. Ideja është Adizha, Ideja, kur me Adizha Bajra, për shembull. Po heke këtë jë, ta vojna idea, vile. Idea. Ma letë për ta. Kështu që janë këto elementet, po është edhe dhe më thonë niveli i vetëdijsimit në aspektin e njohjes së kulturave tjera, po Britania madhe në përgjithësi është një ndër vendet më inkluzive. Mirë, do të flisja edhe pak për ekonominë, po para se dalte ekonomia shumë shkurt, sepse ndonjëherë koha fluturon. A ekziston një dallim apo pse ndini veten ju shqiptarët që jetoni në Britani të Madhe më ndryshe, nuk po them as mirë as më keq, se sa shqiptarët që jetojnë në vende të tjera, si Gjermani, Zvicër. Ashtu këtu vjen një çarsim se di që sa vjet kjo Gonxha. A është e vërtet kjo? Po nuk e di. Dalloni ju, se dalloni. Po nuk e vrej, po unë çka vrej që është shumë interesante është anglezët dallojnë për evropianëve të tjerë.
Edhe kjo për shkak se Anglia... Pra dallani edhe jo për këtë arsye? Për shkak se është stili jetës tjetër. Në Zvicër, shqiptar në Londër. Ka ndryshim, fatkeqësisht, ka ndryshim pa marrë parasysh që jemi evropian. Po në anën tjetër edhe nëse merr një amerikan me angles, ka dallim. Për shkak se ekosistemi britanik ta imponon një farloj stilit jetës ndryshe. Për shkak na vozisim në anën e kundër vetuar, për shkak. Rrugti kemi në anën e kundër. Janë shumë komponente që ashtu, por në anën tjetër mos harrojmë për shkak se komuniteti shqiptar britanik madhe, specifikisht, jemi shumë të kyçur në edukim për shkak. Unë deri në kum pas çdo sakrificë kum bën në jetë për me ia mundsu des më shku në shkollë të mirë, në fakultet të mirë, apo kupton? Prioritetet, do të thonë është çështje prioriteteve, edhe ndoshta për fund besoj se një pjesë e komunitetit shqiptar të Kosovës që kanë shkuar në vitet në fund të 80-tave, në fillim 90-tave, nuk kanë shkuar për çështje ekonomike. Kanë shku për çështje politike, për shkak se ose i kemi ushtrisë këtu, edhe kemi shku një klasë pakës me të ardhura më të mira dhe një klasë pakës më e arsimuar, si themi. Edhe ka vazhduar ajo, domethënë mënyrë konsistente që ajo klasë e njerëzve akoma ose mund të them shumicë janë si themi bizotrues të komunitetit shqiptar. Mirë, dalim pak tek ekonomia, si po e sheh situatën ekonomike në Kosovë aktualisht, Emanuel? Tamam është sinkron i gjithçka që ka po ndodhë jashtë Kosovës, është duke reflektuar te na. Natyrisht kemi pas një 4-5 vjeçar të aktivitetit ekonomik qeverisë aktuale, që nuk ka qenë, me të thonë drejtë, nuk ka qenë edhe shumë e kënaqshme, por kuptohet kanë qenë sfida, pandemia, kanë qenë sfidat gjeopolitike, ka qenë lufta e Ukrainë, gjitha këto e kanë fut këtë farë, si themi, shoqërinë tonë, jo vetëm aspekti ekonomik, po edhe aspekti sentimental, shoqënor, sentimenti politik që ndjemi për një tjetër, e ka prunë një gjendje ku me të vërtet nuk është e dëshirueshme, nuk kemi pas nevojë me qenë. Po në anën tjetër nëse shikon Gonxhe, ti vjen në Angli për shkak sot ndarjet mes njerëzve ka ndodhur edhe në familje, ka ndodhur si kohë komunizmit, ti s'ki guxo më shpreh mendimin ton politik për shkak se ja raportu. Tashti nuk guxon më shpreh mendimin ton politik për shkak se jep një farlloj ndjenje pa kënaqësisë. Ekziston ky polarizim edhe jashtë Kosovës. Shumë është i madh, sidomos tashti me ndryshimet e administratës në Amerikë, edhe ndarja identitare, e fole vetë që e bënë pyetjen me shumë vend si ndjen shqiptarët diskriminuar, domethënë është ajo ndarja identitare. Tashti po duhesh mu identifiku kush je, pse je që je kush je. Apo kupton, domethënë çështje që për 20-30 vjet në Angli se kemi pas kur kush s'ka vetë pse je huj se për cilit vend vjen. Kush je në kuptimin profesional, edukimit, kulturës tonë personale. Atashti jemi fut në lëkurë që themi. Sa i përket aspekteve ekonomike, është dash më bëj shumë më tepër, është dash një dinamizëm. Ka pas ngecje në tasë me vende tjera, sepse një shumë ngecje të thella në Kosovë në aspektin ekonomik, pa një plan strategjik, të paktën në vende tjera nuk mungon një plan strategjik. Nuk ka plane strategjike, por implementimi ka qenë shumë i vështirë për shkak se pakënaqësitë e njerëzve janë rritë Gonxhe. Janë rritë për shumë faktorëve. Janë rritë për kërcënimeve të jashtme, për shembull Britania e Madhe është konstante kërcënuar për hyrësisë. Merr mend, për hyrësisë, na jemi gati 2000 kilometra larg, po jemi të kërcënuar si për aspekti kinetik, kibernetik, aspekti infrastrukturor. Në anën tjetër është edhe frika nga ndryshimi i identitetit, që janë çështje tjera prej Kosovës. Kosovë kemi pas, si themi, një sfidë krejt tjetër se kemi pas një ndryshim fundamental politik në vitin 2021-2022. Pritshmëritë kanë qenë shumë më të mëdha, përderisa aktiviteti për mu arrit ato pritshmëritë kanë qenë pak më të vogla. Po domethënë si klasa politike, si kur shoqënia kanë qenë, si themi, në vend se të bashkëpunojmë ta gjejmë një rrugëzidhje për të mirën e vendit dhe të ardhmës, jemi fut në kacafytje. Tu i marr këto problemet, sfidat që kemi të përditshme, tu i zmadhu çaq shumë sa që kemi arrit me një pikë ku një pjesë e madhe e popullsisë me të vërtetë urren një klasë tjetër politike. E në Britaninë të Madhe është ndodhur gati si parafërsisht e njëjta, por në Britaninë të Madhe kemi krizë identitare. Fatmirësisht na këtu nuk i kemi atë problem. Qa kemi problem këtu, duhet dinamizëm ekonomik, duhet ma tepër me ndihmu biznesin, me ndihmu ndërmarrësit, në anën tjetër me ndihmu konsumatorin, me ndihmu ma konfident me i përballu sfidat e ashme gjeoekonomike që do t'i kemi në të ardhmen. Emanuel, faleminderit shumë që ke qenë së bashku me ne në këtë ditë. Si gjithë faleminderit shumë për ftesën. Ideja shumë kënaqësi dhe faleminderit.